Përshëndetje miq, shoqe, shok, motra e vëllezër, shqiptar, kudo që jeni, që përmerrni frymë në tokën e shtrijeve si djepi. Një paraqitje e shkurt me lojmet e ditës me 17 nëntor të vitit 2025. Ajo çka është shumë e rëndësishme ju me ditë, në Maqedoni flitet për një lloj asimilimi politik. O nuk do të flas shumë sot, por dua të them një të vërtet që ka ndodhur në Maqedoni, edhe që për e shkruaj dhe për e them. Kush më njeh e di se kum qenë pjesë aktive e gjitha proceseve politike dhe organizimeve të ashtu të quajtura fetare. Ajo që i ka qenë natyrshme në fillim të viteve 90-ta ka qenë procesi natyrshëm pluralizmi politik, që linden partit e para demokratike shqiptare. Në Shqipëri lindi Partia Demokratike, udhëhequr nga Sali Berisha. Në Kosovë lindi Lidhja Demokratike e Kosovës, udhëhequr nga presidenti tani më i ndjerë historik Ibrahim Rugova. Dhe në Maqedoni lindi Partia për Prosperitet Demokratik, udhëhequr nga Nevzat Halili dhe intelektualët e kohës, dhe ishin proceset natyrshme. Në vitin 1993, unë kom qenë dëshmitar i kuvendit tretë qendror të Partisë për Prosperitet Demokratik në çështje të sigurisë të atij kuvendi. Dhe shpërthej e ashtu quajtura aferë e armëve në Maqedoni, që ishin para pregaditjet, kuptohet, me pëlqimin e këtyre subjekteve që dollën pas thyrjes së komunizmit. Duke parë Partia për Prosperitet Demokratik gabimin që e bëri udhëheqësia me disa njerëz që i futi në qeverinë atëhershme të Maqedonisë, disa prej tyre janë gjallë, disa kanë vdekur, u morë një iniciativë nga kryesia e partisë me eduku dhe me disiplinu ministrat atëhershëm të qeverisë së Branko Crvenkovskit, ku pjesë e atyre eskortave kum qenë edhe unë mi eduku. Po para se me fillu me i eduku për përgjegjësi demokratike institucionale, shpërthej afera e armëve dhe dolin skenë kryetari i degës të Tovës, atëhershme Mendu Thaçi, dhe e mor flamurin dorë të adetarizmit dhe të gjithë të tjerët i shpallket tradhtar. Neve që ishim të ndjekur dhe të përndjekur na quante që jemi ekipa dhe bodyguarda të Miloševićit. Sonte u paraqita vetëm, jo që u shqetësova, se nuk shqetësohem nga deklaratat e mumijave shqipforse të Maqedonisë që janë futur në politikë, por deklarata e partnerit të koalicionit të Akrizi Adin Selës, se do të merr pjesë në qeveri nëse i plotësohen kushtet. Është kuadër i PDSH-s, nuk është kuadër i BDI-s. Dhe unë
e bona një status se BDI-ja në skenë politike pas luftës dymjenishës, konfliktit dymjenishës, dhe me BDI lidhet se emri i kryetarit aktual BDI-s Ali Ahmetit, mira keq u shkru një marrëveshje e Ohrit dhe nga jo doli BDI-ja. Tash ka bo mirë, ka bo keq BDI-ja, s'po du mu fut në atë tema. Çka fituan shqiptarët? Shqiptarët fituan prej BDI-s e fituan forumin rinor islamik të Macedonisë. Mladinski Islamski Forum në Makedonia, që sot janë pjesë e qeverisë së Mickovskit, kurse me deklaratën e Zedin Selës, 4 shqipërisht nuk ka dal një kuadër i partisë së Xhaferit ose partisë me ndothoqit, t'jetë në binar të shëndosh, t'jetë me mendje i shëndosh, t'jetë i sinqert dhe t'jetë besimtar i kontratës që e shkru. Pra, nga PDSH-ja e Albert Xhaferit dhe e Menduthoqit dol forumi i vojvodave musliman të Makedonisë. Dhe kjo është rezultati çfarë kemi sot në Maqedoni. Tjetra, unë njihem me mikun e Ali Ahmetit, Ibrahim Kelmend, që me siguri ka ndaj problem shumë të madh sot. PDK-ja e Kosovës është fakt se është trashëgimtare e UÇK-s, jo në një dosë 100%, po ka elemente që është trashëgimtare e UÇK-s PDK-ja, dhe shfrytëzoj rastin nga Shkupi, unë si imam i shqiptarëve në kuadër të lëvizjes bota shqiptare, ta përgëzoj Bedri Hamzën për zgjedhjen e tij në postin e ri të Partisë Demokratike të Kosovës dhe i prift e mbara se më pëlqej deklarata e tij që kishte deklaruar se nuk ka vijat kuqe as për vetë vendosjen për të bashkëpunuar dhe për ta çuar Kosovën përpara si shtet. Kjo paraqitje është për këto 3 gjëra, dhe më thonë, për Zedin Selën, edhe do ta shfaqi nuk është diçka e fshehur, por unë e kum pas një takim me kryetarin e Bashkimit Demokratik në kuadër të lëvizjes bota shqiptare, nuk ka pas të bëj fare me Maqedoninë. Vija të rasha, ne si lëvizje apelojmë të liderët politik të bashkohen të jenë bashkë për kauzat e tyre njëtë, si që janë bashkuar VMRO-ja, LSDM-ja dhe Levica në komunën e Botelit, pavarësisht se forumi rinor islamik i Makedonijës votat ja dhan kryqit darkës në Botel. Ki ka qenë apeli jonë dhe apeli im si imam kuadër të lëvizjes bota shqiptare, mirë po kryetari i Bashkimit Demokratik për shkak se me veti unë e barti shumë gjëra, të thëna e të pathëna, kishte dëshirë ta zgjas bisedën, takimin dhe zoti dikon pak më shumë se sa një orë, që u desht kryetari i Alianca za Makedonia i Zedin Selës, se kishte ardhur dhe ai, e kishte pas takimin atë ditë, edhe unë e kërkova që dal nga një derë e vogël e BDI-s të mos më shohë Zedin Sela. Tani e kuptoni se sa i besoj Zedin Selës të forumit vojvodave të muslimanëve të Makedonisë. Çka ndodh në partinë e tyre nuk më intereson, por besimtari kur e shkruan një kontratë, do të minejt kontratës. Dhe të gjitha lajmet që unë i kum dhënë dalin si të vërteta, të sakta,
se nuk ka parti me përjashtim të Bashkimit Demokratik për Integrim, pavarësisht mirave dhe të këqijat që i ka bon, që ka strukturë sa do pak me ruajt qenjen shqiptare në Macedoni. Mirë po ato duhet të reformohen dhe duhet të përqafojnë një ideologji krejtësisht të re dhe një taktik krejtësisht të re. Nëse ka nevoj për ndim, ne jemi të gatshëm, lëvizja ime dhe njerëzit e mi janë gatshëm të ndihmojnë BDI-n. Edhe në këto kushte dhe në këto rrethona. Kurse këto tjertë, për baj një thirrje të Zotim, Zoti i bashkoft të gjithë bashk, ati ko është me ndyqyra, ati ko është Bilal Kasoni, dhe të gjithë ata të cilët e bon inxhinieringën bashkë me Fatmir Limonin dhe mbështetën fitoren e tyre në përgjimet të falsifikuara të vlerave që janë pseudo vlerat moralit njerëzor në Macedoni, i boft Zotit gjithë bashk dhe një dit i boft edhe jeni qertë sultanit Turqijes. Unë jam në onën e perëndimit dhe nuk pritoj mu rreshtu që sonte kundër janiçerëve që na sulmojnë shqiptarin, pa ndonjë zbërthim, pa ndonjë arsye, kotë së koti, kër e shoh një hoqë Shkupit që unë i njoh Bashkisë Islame, që nuk e lidh as zëbre, as me shqiptari, as me Shqipni, se i njoh kum qenë pjesë e tyre. Nuk i lidh as zë, edhe mu quni hoqë i këtë hushit pe xhamis turkut, me fol keq për shqiptarin dhe Shqipnien, ai aprish marrëdhëniet shtetit Macedonisë me Shqipërinë, pse Shqipëria sot hesht, nuk do thotë që ka me bete heshtur deri në pafundësi. Pra, sot Shqiptaria dhe Shqipnia liftohet në Macedoni, nga mbetjet që unë po i quaj turko-osmane, por ka dhe shumë të atil që janë sërb të shqiptarizuar. Sërb të shqiptarizuar. Unë po e pranoj vëlla Shkupi frimon turqisht. Zonat ku janë shqipfolësit është frim turke. U shkret në rregull, po dohesh me pranu se ka shtet që quhet Shqipni dhe Shqiptaria është e lehtë për Shqipnin. Dhe dohesh mu sjell me norma qytetëruse, civilizuese. Nëse ti shkon në xhami një herë njoftë, i çon bëth për pjetë, ditën e premte, i se rrugë, do këtë vetja që je, ma besimtar se Tim Shkupi, ati nuk dhe me lexu germën e parë të Koranit, ti jetu në mashtrimin më të madh dhe je duke tregu se je prej bive të Izraelit të grupit të Jexhuj me Xhuxhit. Keni qartë, se ju pritni Jexhuj me Xhuxhin me dal me ato veshte mëdhej si të Berat Buzhallës, por Jexhuj me Xhuxhin ju e keni sot si në Macedoni, si në Kosovë. Mund të them edhe në Shqipëri, jo. Unë besoj që në Shqipëri njerëzit i kanë kuptu këtë gjëra dhe do të parandalojnë këtë frekuencë të valës se Jexhuj me Xhuxhit me deportu në Shqipëri, do të ndërtojnë murin tendën e Dhulkarnenit Dibrirshit. Mirë po, ju muni me hangër, me pije, me vjedhe, me rajnë, tanat mi bon, po nuk jeni të drejtë, mi e fëndu shqiptarët, shqiptarin dhe Shqipnien. Unë nuk e kumë thonë, unë e prej Dibranve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York e kumë dëgju thënjen nga Dibranët. Dibranët ma kanë mësu thënjen. Azgan Dibre, ma gjarë struge. Zdo mu konë shqiptar, shko atje. Njo nuk dëllë prej asoj qenjë, si i bona 60 vjetë, i vaj shumë shpejt. Njo nuk doli PDSH me temelve mu konë, me temel, me rojnë mu konë deri në fund. Edhe ka shku, edhe ato 5 deputet që i ka morë, ma që frontin Evropian i ka morë prej Ali Ahmetit. Edhe tash, që ato vota, s'ka i ka lip Ali Ahmetit, ja ka lip Strugën Ali Ahmeti ja ka dhonë, ja ka lip Dibrën Ali Ahmeti ja ka dhonë, ja ka lip Haracinën Ali Ahmeti ja ka dhonë, bastionet ma të fortat vetat, BDI-s Ali Ahmeti ja ka dhonë. Unë nuk mund të ashtë akuzoj Ali Ahmetin se është shqiptari keq.
Nuk mund të akuzoj Ali Ahmetin se sot Ibrahim Kelmendi shë ondra dhe e sulmon mikun e tij, shokun e tij, bashk udhëtarin e tij. Senet jam u po, e vërteta është para nesh, me po, me dit me dallu. Tash këto tjerë që janë pjesë e qeverisë, le të bëjmë punë e tyre si duhet, le të bëhen gjithë bashkë, le të bëjmë punë të mira për muslimanët e tyre. Edhe Mladinski Islamski Forum në Makedonia, edhe Mladinski Vojvodi Muslimani në Makedonia, le të bëjmë punë të mira. O më që lidhje ka emri Arbëria me Mladinski Muslimanski Vojvodi në Makedonia, kur gjos ka emri Arbëri me ato njerëzim, me atë grupacion të njerëzive. Ka ardhë koha me thonë të vërtetën dhe më ndarë shopin për sheqerit. Mund vjen shumë keq, kur ai ka kushta, mund të paramendoni se çfarë kushte shko Tim Shkupi, lëvizja botar shqiptare dhe lëvizje tjera të shqiptarisë. Mund kishor turp, vetëm me dal me thonë atë fjallë, pavarësisht se ai vetëm e ka thonë, se e ka pas një kontakt, jo me Izet Megjitin, po drejt për drejt me Mickovskin. Të kur të folë, flasin drejt për drejt me Bosin, se pas e kanë Mickovskin. Po Mickovski para deklarohet që është shqiptar, si sot deklarohen këto që të në me shku mja mojtë zhogin Mickovski. Jo përshëndes, mundësisht të shkoni në YouTube të abonoheni të kanali Zoni Shqipi Koroni, se atje kam ekipin më të fort, se Facebooku i largon videot, dhe falenderit juve të rive që nuk ju njof, nuk ju kum pa asnjëherë, dhe i shpërndoni dhe e keni kuptu se Tim Shkupi ka ardhur prej Anglisë më ju fol për një Kur'an që është original, është i vërtet. Me siguri, Alfred Saka ka me thonë e kanë qu shërbimet angleze, sigur që e kanë kriju sektin Vahabina, Arabin Saudike, shërbimet angleze, për ta fitu qytetarët e Saudis, pavarësin dhe lirin e tyre, fillim shekullit 20. Ju përshëndes, ju du shumë, jo që i shpërndoni se ne jemi në rrugën e duhur, në rrugën e vërtet, në rrugën e dritës e Ilahit, dhe jo në rrugën e haremeve të Sultan Mahmutit të Bilal Kasamit. Ju përshëndes dhe ju du shumë.